Pikë së pari është një situatë ku fjalët ose duhet u lërasin, ose duhet qajmë gjithë me lot për çka ka ndodhur. Kur dëgjova lajmin dje, besoj që si çdo prind na u dridh zemra, na u shkun zemra. Sepse tek ata fëmijë besoj gjithë ne pam potencialisht fëmijë tanë. Fëmijë tanë që ne mundohemi t'i lusim që të dalin jashtë, që të shkëputën nga mediat sociale, të shkëputën nga kjo bota errët e internetit, të lozin, të vrapojnë, të kenë bicikleta, të kenë topa, pra të ndërveprojnë atë aktivitetin fizik të bukur, edhe djele bukur, diell kishte, dhe në këtë cikël që është krejt fëminor dhe krejt i pastër dhe krejt i bukur, ne i morëm jetën fëmijëve. Tani kush ja mori jetën fëmijëve? Sigurisht që dora e drejt për drejt ishte dora e këtij njeriu të papërgjegjshëm, i cili u la të ishte i papërgjegjshëm për gjithë këtë kohë, derisa bëri gjëmën. Pra, në këtë pikë, të gjithë ne nga pak, këtu edhe unë, megjithëse nuk kam asnjë lidhje me zotërinë, ndoshta edhe me lagjen fare, të gjithë ne që ndoshta nuk po u lërasim kaq sa duhet kur vjen puna tek garancia e jetës së fëmijëve tanë, tek garancia të drejtave për mirëqenie tek fëmijët tanë, tek ajo që ne kemi për detyrë kushtetuese dhe morale për të garantuar fëmijët tanë për të pasur një fëmijëri të sigurt dhe të shëndetshme, këtu kemi të gjithë ne bashkëfaqësinë tonë. E ndërkohë, patjetër, kur vjen puna tek siguria rrugore, ne kemi edhe institucionet që i paguajmë, kemi edhe struktura që i paguajmë pikërisht për të na garantuar këtë lloj sigurie në rrugë, apo për të na bërë parqe për fëmijët, dhe ja ku është i gjithë sistemi, i cili ka bashkëfaqësinë e vet, dhe që sot nuk mundet thjesht të thotë na vjen keq, sepse nuk kemi as fjalë të ngushëllojmë anëtarët e familjeve të këtyre fëmijëve, por që duhet ta bëjmë, sepse Zoti qoftë me ta dhe u dhënë të forcë për të përballuar këtë lloj humbje shumë të madhe, por të gjithë ne duhet të mbajmë përgjegjësi dhe absolutisht të gjitha hallkat kryesore që kanë drejt për së drejtë të bëjnë me atë rrugën, me atë shoferin e papërgjegjshëm, me hapësirën ku fëmijët tanë të luajnë dhe me detyrimin që ne kemi që fëmijët i kemi të sigurt në rrugë. Se kanë në vlerësim për jetën? Shiko, kjo është realisht shumë keqdashse nëse unë mendoj që njerëzit e nënvlerësojnë jetën, sepse jeta është vetmja gjë më e shtrenjtë që ne kemi, dhe kur vjen puna tek jeta e fëmijëve, është pasuria më e madhe që na është dhënë. Ky nënvlerësim vjen, shiko, e para vjen sepse është bërë një frym kolektive ku jeta e njeriu po zhvlerësohet dhe po vlerësohet jetë, dhe këtu është po prap jeta e atij të fortit, e atij kriminalit, e atij që don të bëjë çfarë të bëjë dhe të mos marrë asnjë lloj përgjegjësie. Dhe në këtë pikë prevalon gabimisht, padrejtësisht, në shkelje me çfarëdo lloj parimi këtu edhe kushtetues, edhe etik, edhe njerëzor, fakti që vleka më shumë jeta e një personi që është 50 e kusur vjeç, që ka pirë një jetë të tërë duke pirë ka hyrë në timon, pra se ka vrarë mendjen fare, anëtarët e familjes nuk kanë reaguar fare, komuniteti e ka parë, ka reaguar një herë, dy herë, është dorëzuar, policia e ka ditur që ai është në rrugë të madhe dhe e ka lejuar gjithë kohën, dhe në këtë pikë pastaj vim tek pika që nuk vleka jeta e fëmijëve. Se jeta e tij vlen, ai është lënë i lirë gjithë kohën. Dhe kjo është pastaj padrejtësia më e madhe. Ndërkohë ne duhet të themi që jeta e fëmijëve është gjëja më e shtrenjtë që kemi. Pra nuk mund të arrijmë tek pika dëshpëruese që themi pse vlen kaq pak jeta. Jo, jeta vlen shumë. Dhe kur vjen puna tek jeta e fëmijëve vlen shumë dhe kjo duhet ta ulërasim Lil. Duhet ta ulërasim realisht me shumë forcë që realisht është gjë shumë e madhe të na ikin dy fëmijë të vegjël ditën me diell, duke lozur në pafajësinë e tyre. Është realisht e tmerrshme. Kështu që nuk mundem unë asnjësi të pajtohem me këtë gjë të themi që jeta e fëmijëve nuk vleka. Asnjëherë në botë. Elkier Bushkolla, kolegë dhe redaktor në Syri Televizion.